Ka njerë, problemi nuk është që jeta është e ranë, por që ti e lodh të u doki fort. Jam mësu me mojt gjithë që amrena vetës, me thonë, jo mirë edhe kur nuk je, me vazhdu për para edhe kur s'ka met pik energjie. Edhe ka dal, i ardh me një pik ku je shumë krejt. Po ajo që ke arru gjatë këtij procesi është me kuptu që zemra nuk është kriju me umbyt në heshtje. A ka pas momente kur edhe njerëzit më të fort ka një dhimbje e jonë thy. Po, ama përgjigja tyne ndaj thyrjeve u konë kthimi ka Zoti e jo me umbyll në vetë vetë. Muhamedit a.s. i vdeqën 3 djemë shumë të vegjël, për asë njerë se ka u shpresën. Yunusi a.s. në errësirë totale, i vetëm pa rrugdalje, nuk e upi shpresën. Jakubi a.s. qatë shumë ka kajt me mall për djalin e vet, Jusufin a.s. sa që hupi shikimin, por jo edhe shpresën. Morali historisë është, mëse ma i dhimë të mrena, tu aktru kishe e mirë. Se kjo të lodh ma shumë se vetë problemi. E zgjidhë si problemeve tua është Allahu. Drejtoja ati me përkushtim, edhe e shet që barën që i ke majt për mrena, ka mu të letësu.